Ky është një ndër rastet e ralla në të cilat kur kam ardhur të takoj në shtëpi këtë gruan e dhunuar, ka qenë brenda edhe bashkëshorti dhunues. Edhe e kam bërë disa pyetje, pse të shtyn deri në këtë gjendje të skaloje vetja yte dhe të adhunosh gruan, nuk kishe përgjigje. E pyeta disa herë se a e dashuron këtë grua, më thonë se e dashuron, dhe unë e kundërshtova se nëse ti je i dashuruar te gruaja yte, nuk ka gjasa që të mundesh ta dhunosh, edhe atë ai e pranonte vetë se të gjithë dhunën e shkakton në prezencë Ana të pi fëmijëve. vjerit isto. Të mbrëmshmet e nausës, ti marrësh të qësh në kafen, ti kallëzosh familjes që e gruaja jem, nosja jeme. Apo pse ti ja marrë të brendshmet e nusës ti çojnë kafe? E nuk e dihen e ç'ket gjë. Ka, më të thom janë një vjet si është e me bane as këta une, do me thonë, ene vjerje ka dhuna u sham, ene fizikisht, ene kitë gjojë, edhe më i kapi kitë merend, ene pi vjerit, ene pi borit. Bashkëshorti nuk kishte asnjë përgjigje, vetëm thonte, në qoftë se ju nuk e çoni rastin policisë në ende për punë sociale, unë atëherë do të ndaloj, nuk ka nevojë të shkojë të bëhet më e madhe. Kjo është krejtje. Në qoftë se nuk vazhdohet rasti, zakonisht dhunuesi e përsërit dhunën siç e ka përsërit çdo ditë. Po, me nonën tonë në telefon se unë do ta thi telefonin. S'ke punë as me nonë, as me tezë, se ma as kërkan të veç këta u ki e lidhet veç për caullot. Non stop, nuk disar, po non stop. Non stop. Non stop. Asnjëherë s'keni lajmëruar në polici. No, rasti parë është te. Ana kërkojnë ndihmën tonë. Për punë sociale. No. E keni 100%. Kjo është një rast ndër të rallës në të cilën kur kam ardhur te shtëpia juaj ishte edhe ai dhunuesi brenda në dhomë. E takova unë burin dhunues. Se për ndryshe nuk e biten te unë. Liridonën e konfkat e dvaje te unë, tha atëre tha do vaje në unë ataj. Nuk e përket, ama nuk besoj se jetë me qaqë. Nëse nuk e denoncojnë në polici, ai prap do e vazhdojë të njëjtën. Ne ndim për punë sociale në polici, ai kërkon patjetër trajtim psikologjik se një burr i cili e dhunon çast shumë gruan e vet, sigurisht se ka nevojë për ndihmë psikologjike. Ky dhunuesi ishte këtu brenda në dhomë, edhe unë e pyesja pse e dhunojsh gruan? Pse mundet ta dhunojsh? A ke një arsye që ty të shtyn ta lësh gruan, mos ndoshta nuk e duash më apo keni konflikte tjera. E unë e kom pajtë kështu sa herë, nuk e do lema cau, sa më njësa e boni për spitalet mos e pranojnë. Si te si Liridona, kum kërkau me sa ban, ndihmën tënde vetëm ke pa. Po. E në ndihmën e njerëzive, ta shonja çfarë dhunuesi është, e në çfarë i bën vajzës teme, e në pse mos e lone të nona vetë caucën vaje kur një herë, tropin që ashosh vetë pa caucën, operacionin e pa, këtë gjonat, unë e du ndihmën tënde e në ndihmën e shtetit. Bashkë me mu tash të shkojmë polici, të shkojmë tenti për punë sociale. E në që ato e pranoj. E në këta u ke vetë, personalisht e kom pajt atë ka botë, sa jeme e ke kap me telefon, e ke kap me kombi të tikpi manes, e ke kap në telefon të trahtau, se ka në trahtije e bond vetën. Nuk kom kur gjo, e për përse ma ngucish sa? Po, në para mije e pajte. Po. E në parateje, e në të shpe vete i kom konë gje, caucën më ma ngucë dhe e fkas Liridonën, ki rast ka konë hiq pa më të fkat në telefon, thash, se e kom e në caucën këtau, i thash, atë ka bodë njëse caucën, unë thash Liridonën dhe e fkas. Nuk e di Liridona, nuk ko për kësha Liridona që qashta, zull me lafet e veta, thash, unë e kërkuj ndihmën e Liridonës e në qtetit. Normal. Se qëfar dhunusësh jenë të bokësha të luj me caucat, unë nuk e di. Nuk e do vlla lene. Bashkë do të shkojmë tek ta lajmërojmë rastin polici, tek enti për punë sociale, në qoftë se dhëndri do të afrohet më për të dhunuar vajzën, ai më njëherë do të parashtroj padia penale ndaj tij dhe sigurisht enti për punë sociale që tani do fillojë ta bëjë të gjithë punën që duhet ta bëjë. Të gjithë gravet të cilat ndjehen të dhunuara, heshtim për ju lutëm ngrinja zonën ditë vu tham. Ju lutëm ngrinja zonën. Sot vajza yte më është në fund dhe me të vërtet është shumë e shkatruar, shenjat e saj shihen qartë çikisht, është komplet e shkatruar. Anë e frekshme është sham, anë e frigët sham, nuk e di sham ke që kom vajzën. Të kishe denoncu ma herët ma lete ishte. Fregët, non stop a frek, nuk sot nesër,